Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të diskutuar me ju një lajm që në fakt përflitet lart edhe poshtë, që DJ Gimbo do të jetë natën e mbrëmshme pjesë e Big Brotherit. Tani, unë në fakt uroj me zemër që DJ Gimbo të jetë pjesë e Big Brotherit, të jetë banor në këtë Big Brother, sepse suportin më të madh do ta ketë nga fansat e Gjestit. Do me thënë, fansat e Gjestit, DJ Gimbon e shohin një lloj siç e kanë parë Gjestin. Do me thënë, këtë lloj afrimiteti ka treguar vetë Gjesti, këtë lloj ndjesie ka treguar vetë Gjesti. Do me thënë, kemi parë dy çuna që kanë qenë të vllazëruar. Por, a do t'jetë DJ Gimbo si banor, apo do t'jetë vetëm si DJ nesër mbrëma? Kjo do të mbetet për tu parë. Nuk e besoj në fakt që DJ Gimbo do t'jetë si banor, sepse pikërisht tani DJ Gimbo i duhet Gjestit. Gjesti tani po rikthehet më në skenën shqiptare, që në kupton do të ketë koncerte, do të ketë mbrëmje që do të jetë i shoqëruar nga DJ Gimbo. Edhe nëse do të bazohemi në një intervistë që DJ Gimbo ka bërë që thotë që unë nuk do t'jem pjesë e Big Brotherit, do me thënë nuk e shikon veten në një format si Big Brother, kjo na lën të kuptojmë se si do të shkon rrugtimi i tij. Tani, që mund të jetë pjesë për të manifestuar banorët, për t'u argëtuar, për t'u kënaqur pas përfundimit të Prime-it, kjo është okay, bëhet, sepse gjithmonë televizioni Top Channel ka bërë surpriza të bukura për banorët, do të thënë ka ditur të surprizoj banorët, por televizioni Top Channel ka ditur të surprizoj dhe publikun, që mund të ndodhë edhe të jetë banor. Unë në fakt do kisha dashur që DJ Gimbo të ishte banor, na kthente pak në ato emocionet e Gjestit. Edhe do doja ta shoha do të kemi një Gjesti të dytë, pasi që janë rritur bashkë, pasi që kanë ndenjur bashkë, do të thënë kanë rritur njëri tjetrin, në kupton që kanë tipare të njëri tjetrit, kanë emocione të njëri tjetrit etj 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 etj. Dhe këtë gjë në fakt ne do ta shohim në momentet në vazhdim. Por që DJ Gimbo do të jetë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, kjo gjë siç duket është e vërtet. Por ta shohim se në çfarë konteksti do të jetë. Dua të marr mendimin tuaj si e prisni ju DJ Gimbon.